Zonja Presidente, do doja të pyesja për diçka që ka ndodhur 80 vjet më parë në shtator të 43-shit, Mira, ushtar italian të humbur nëpër Shqipëri u shpëtuan nga shqiptarët të cilët i fshehën ata, i mbrojtën nga nazistët. A mendoni që ka ardhur koha që kjo faqe humanizmi të ndërsjell meriton të kujtohet dhe rivlerësohet sot? Faleminderit. Po, mendoj që meriton të kujtohet dhe rivlerësohet, e cekëm këtë me kryeministrin. Më duket se janë disa projekte të cilat po përparojnë në këtë kuptim dhe madje kërkuan edhe gatishmërinë tonë dhe sigurisht do të bëjmë ç'na takon, pasi kjo është një faqe e jashtëzakonshme e historisë dhe e marrëdhënieve që tregon pikërisht atë afërsi që ne jemi përpjekur të sjellim në këto dokumente dhe që na e tregon në një mënyrë shumë më të thelluar dhe do të ishte një nga shprehjet më të bukura të asaj që është miqësia dhe dashuria, gatishmëria për të sakrifikuar veten për tjetrin, për të rrezikuar veten për tjetrin. Mendoj që kjo gjë e meriton dhe nëse do të kërkohej gatishmëria jon për këtë dhe nëse këto projekte funksionojnë më së miri, ne jemi pro. Sot për herë të parë, një kryeministër italian pranon kontributin e jashtëzakonshëm të Shqipërisë karshi italianëve, të cilët gjatë luftës së dytë botërore bën një gjë të paimagjinoshme. I hapën dyrë pushtuesit dhe shpëtuar nga vdekja e sigurt në kampet e përqendrimit nazist. Kjo është një histori e fjetur në 80 vite dhe praktikisht nuk është folur kur, nuk është falendëruar kur Shqipëria as është kujtuar. Për herë të parë, dy kryeministra, një shqiptar dhe një italian, flasën në konferencë shtypje të Palazzo Chigi. Unë duhet të jemi sinqert që kjo histori vjen në vëmendjen tonë dhe këtu fuzëve të time fal teje, sepse nuk është një histori që është përfolur shumë. Madje personazhi i italianit që merret në mbrojtje nga shqiptarët tek arkiva e kujtesës sonë është ai personazhi tek filmi Njeriu me top. Pra një lloj personazhi gjysmë qesharake dhe gjysmë rastësor dhe asesi nuk është identifikuar me një masë për 25.000 vetash. Kështu që kur unë ja thash kryeministres përpara që dikush po bën një film lidhur me këtë histori, ajo u prek realisht edhe po ta vjerë edhe tek mënyra si u shpreh aty. Ishte realisht e prekur nga fakti dhe edhe italianët nuk e dinë këtë histori, pasi me siguri është e shkruar tek tuk, nuk e di sa nëpër dokumenta, por nuk është diçka që është folur dhe është sjellur për publikun e gjerë, dhe aq më tepër pastaj që të përsëritet, aq sa të gjithë ta dinë që apo kjo është historia, mbase për faktin që ata ishin ushtarë të regjimit fashist, mbase se ata ishin ushtarë të një fuqie pushtuese, mbase ku diun se për çfarë arsye, por e vërteta është që ky nuk është një fakt historik i njohur mjaftueshëm për të zënë vend në memorien kolektive dhe në kujtesën, në fillin e kujtesës së këtij raporti. Në fakt, u duk përgjigja e kryeministres Meloni ishte e hapur për të folur. Dhe kjo është fantastike. Ajo që kam vënë në librat italiane, historinë italiane, është një farë mënyrë ata thonë që këto 2 vite të marrëdhënies Shqipëri-Itali u lanë hekshtje për një lloj turpi që bien tek Italia
ishte i lajë njerëzit e saj pa kokë në Shqipëri, në kohën e arpushimit. Kjo është një gjë që... Nuk e di, këto pastaj janë interpretime që mund të kenë edhe një frymëzim ideologjik, por po ta mendosh duke pas parasysh edhe që Italia nuk është një shtet, një vend, një komb që shuhet për një disiplinë të madhe, por më shumë për genialitetin, për kreativitetin, për atë natyrën mesdhetare, eksplozive etj. Edhe mbase historia ka qenë më banale, më e thjeshtë, domethënë kapitulloi regjimi fashist. Dhe faktikisht gjithaj mobilizimi i madh për të ndërtuar një botë të re sipas tyre u kthye në një dëshpërim edhe në një lënje rrugëve të forcave, dhe forcat pastaj nga ushtar të një armate të rregullt dhe të mirë organizuar dhe të mirë trajtuar u kthyen në hallexhi që duhet i shpëtonin kasapanës naziste. Kështu që mbase më shumë se sa turp është thjesht një inerci e një gjëje që duke mos qenë dhe pjesë e një historie të lavdishme, nuk është se ka pasur vëmendje. Ne faktikisht këtë histori e kemi parë vetëm përmes atij agushit, edhe nuk është se na është treguar apo aq më pak pastaj të na tregohet si një gjë për cilën duhet jemi krenarë se do e kishim mbartur. Dhe për i të vërtetës dhe historia e shpëtimit të hebrejve nuk është se është treguar në vazhdimsinë e dekadave. Është një histori që ka marrë formë më shumë mbas shëmbjes së komunizmit. Dhe duhet me pyet ata që shkruanin librat e kohës komunizmit që pse e kanë anashkaluar këtë pjesë. Nuk e di. Ne jemi krenar për dy qaste shumë të rëndësishme të historisë sonë. Njëri është më së i njohur për të gjithë shqiptarët, por jo për të gjithë miqtan, që është shpëtimi i hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, kohë në cilën Shqipëria e mbaroi luftën duke me më shumë hebrej se sa e filloi atë, dhe ku nuk ka asnjë të dhënë të njohur për një person të vetëm me identitet hebre i cili tu jetë dorëzuar nazistëve. Por një tjetër pjesë e historisë atyre viteve është ajo që ka të bëjë me ushtarët italianë që mbetën në Shqipëri kur në Shqipëri mbërritën nazistët. Ishin gati 25.000 u shpëtuan nga shqiptarët. Ndoshta do të ushqej në një farë mënyrë të gjithë ata që i duan fort polemikan, por më duhet të them që italianët nuk janë parë kur dhe as krahasuar si armiqt të mirëfillt. Dhe është i vërtet fakti që në kohën e kapitullimit të gjithë italianët, të gjithë ushtarët italian u shpëtuan nga shqiptarët. Dhe historia ka një lidhje fantastike me një moment mes një babai dhe një djali. Ishte një oficer italian
ishte një oficer i lartë italian i cili humbi jetën në Shqipëri në atë kohë dhe shqiptarët e varrosën atë me ndërimet më të mëdha. Djali i tij, oficer i ushtrisë italiane, në vitin 1991 u bë personi kyç për organizimin e misionit Arcobaleno, misioni që Italia ndërmori për t'i ardhur në ndihmë Shqipërisë në një fazë vështirësie të jashtëzakonshme pas daljes së Shqipërisë nga komunizmi, por përpara se drita e lirisë dhe e demokracisë të shihej. Dhe sigurisht kjo është një faqe shumë e rëndësishme. Unë shpresoj që edhe filmi për këtë të mund të përfundojë dhe realizohet së shpejti. Ne jemi realisht futur në Europë dhe janë këto vlerat morale që i çojmë Europës ne. Historitë e shqiptarëve që shpëtojnë e brejnë, që shpëtojnë pushtuesin italian në këtë rast, janë brand që mbase ka ardhur koha ti vë shumë në ballë të tregojnë në libra shkollor, në tekste shkollore dhe të tregojnë. Pra po ja kjo ndodh që del tani befas andej nga sepret ti edhe nxjerr këtë në pa, se në njerë bën se edhe individ ose shtysa dhe frymëzimet një individ apo grup individësh në rreth të caktuar, bëjnë një film, bëjnë një libër, bëjnë një shfaqje teatrale, bëjnë një gjë që të tërheq vëmendjen dhe pastaj kjo krijon një zinxhir dhe krijon një kujtesë. Kështu që mbase duhet pritur Rudina Xhunga, dhe ndoshta kështu do ta titullosh filmin duke pritur Rudina Xhunga.